Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën aktuale. Gjendemi faktikisht në Dinosh, në këtë stadium të themi të mbuluar, ku janë duke u mbajtur ndeshjet e klubit futbollistik Vllaznia për fëmijë, pra një klub i cili është themeluar kohë më përpara dhe neve natyrisht erdhëm për të mësuar më shumë mbi këtë klub, mbi themelimin e këtij klubi dhe pse jo, të shohim vogëlushët nga Dinosha dhe rrethinat për afër, të cilët po zhvillojnë stërvitje dhe po kënaqen me njëri tjetrin si vëllezër, ashtu siç e mban emrin edhe klubi Vllaznia. Për më shumë neve do zhvillojmë intervista me trajnerin e klubit si dhe me disa nga fëmijët të cilët gjenden për momentin këtu duke zhvilluar stërvitjet e tyre të futbollit. Faleminderit shumë, faleminderit në ardhje, jeni të mirëseardhën gjithmonë, përshëndetje të përzemërt për gjithë teleshikuesit, për gjithë dashamirët të futbollit, si dhe dashamirët e sportit në përgjithësi. Atëherë neve do donim të dinim se si lindi kjo ideja për të themeluar klubi futbollistik Vllaznia. Sa i përket themelimit të klubit Vllaznia futbollistik, mund të themi se ideja kryesore ke nga vetë pronari i klubit, mund të themi nga i nderuari Enis Besaj, i cili njihet si një sportist, si një njeri i sportit, një njeri i futbollit. Ai është vërtet edhe pronari i këtij projekti apo jo? Projektit, është ideja e tij, duke i parë edhe numrin e fëmijëve në vendin tonë, se duke i parë dëshirën e tyre që për të luajtur, për të argëtuar, për të lindi ideja që të formohet klubi futbollistik Vllaznia. Vërtet edhe një emër shumë interesant, Vllaznia, të jenë të gjithë si vëllezër dhe i shohim që të gjithë vërtet po kënaqen njëri me tjetrin. Do doja të dija pak më shumë sa i përket numrit të fëmijëve që kanë filluar të stërviten në këtë klub. Me qenë se është fillimi tash, numri nuk është as i madh, po mund të njejë rreth 20 fëmijëve, të cilët janë të grup moshave të ndryshme. Fillojmë nga grup mosha 8, 9 vjeçare deri në 12-13 maksimum. Ju tani jeni trajneri i tyre dhe po merreni me stërvitje. Do doja të dija sa herë në javë zhvilloni stërvitjet. Sa i përket stërvitjeve, stërvitjet zhvillohen kryesisht 3 herë në javë. Zakonisht të lejmë ditëve të marteve, të enjteve si dhe dielave. Kozatja e stërvitja është pikërisht 1 orë e 15 deri 1 orë e gjysmë maksimum. Mendoj se është masë e mjaftueshme për moshën që kanë. Po sa i përket ndeshjeve, keni filluar me ndonjë ndeshje? Ndeshjet do të fillojmë, duhet pak punë, duhet pak organizim, por e shpresoj se në muajt në vijim do të vazhdojmë edhe me ndeshje. Ju si trener, si shihni sa potencial kanë këta fëmija? Mund të presim ndonjë ydhë të sportit, të futbollit nga këta fëmijë në të ardhmen? Është pak heret të flasim për këto, por është më rëndësi të jetë vullneti, është më rëndësi të argëtohen fëmijët në këtë moshë, të shoqënohen me ne, të ecin me ne, dhe kush e di si jetë puna dhe mund të jetë, nëse është qëllimi i pastër, vullneti i mirë, do të arrihen të gjitha. Besir Besiraj, Edon Gjokaj. Atëherë do doja të dija edhe moshën tuaj, sa vjeçar jeni? 12 vjeç. Vetë janë 10 vjeç. Dua të di sa i përket pozicionit tuaj në fushë. Pra, keni filluar tani disa kohë në klubin futbollistik Vllaznia dhe dua të di se cili është pozicioni juaj për momentin. Mbrojtës majtas. Vetë jo këta në qendër majtas. Atëherë dua t'ju pyes edhe sa i përket stërvitjeve, sa herë në javë keni stërvitje dhe sa jeni të kënaqur me atë çfarë po ju ofrohet në klubin Vllaznia? 3 herë në javë. Dhe je i kënaqur me gjithçka që po ju ofron klubi? Po, jam i kënaqur. Po kush është lojtari juaj i preferuar? Shaciri. Po joti? Xhaka. Dhe skuadra juaj e zemër cila është? Për cilën skuadër bëni tifo? Real Madrid. Ezan Besiraj. Sa vjeç? 11. Po ti? Visar Becaj 10 vjeç. Atëherë dua t'ju pyes sa i përket pozicionit tuaj në fushë, cilin pozicion ke ti? Unë qendrë përpara. Mbrojtës djathtas.
Lojtari juaj i preferuar kush është? Gjaka. Po joti? Gjaka. Po skuadra e preferuar kush është? Real Madridi. Ndërsa jotja? Real Madridi. Duhet ju pyes edhe sa i përket trenerit dhe stërvitjeve që po zhvilloni me klubin futbollistik Vllaznia. Sa jeni të kënaqur? Shumë të kënaqur. Po ti? Shumë të kënaqur. Gola ke shënuar gjatë stërvitjeve gjatë ndonjë ndeshje? Po. Sa gola ke shënuar ti? Afërsisht. 14. 10. Në rregull, unë uroj shumë që të shënoni edhe shumë gola në të ardhmen dhe ju uroj gjitha të mirat. Faleminderit. Joni Lulanaj. Sa vjeç je? 8. Po ti si e ke emrin? Amar vetaj. Sa vjeç je? 6. Kush është lojtari jot i preferuar? Gjaka. Po joti? Gjaka. Po skuadra preferuar? Shoh që ke të veshur fanellën e Real Madridit. A të pëlqen Real Madridi? Po ty? Real Madridi. Edhe ty Real Madridi. Je lojtari mirë ti këtu, a? Po. Jusuf Beçaj. Adem Beqovic. Sa vjeç? 10. 9. Të pëlqen ty futbolli? Po. Cili është pozicioni jot në fushë? Sulmues. Majtas. Kush është lojtari jot i preferuar dhe skuadra jote e preferuar? Gjaka. Po skuadra? Real Madrid. Po skuadra jote cila është? Barcelona. Dhe cili sulmues? Që të pëlqen ty, cili është lojtari që të pëlqen? Gjaka. Gjaka dhe ty, djema, ju uroj shumë suksese, faleminderit. Unë jam Sanin Gjokaj. Rejhan Gjokaj. Sa vjeç? 10. 10. Dua të di pozicionin tuaj në fushë, cili është? Mbrojtje i ndjaft. Për para 9 djaft. Në rregull, lojtari juaj i preferuar kush është? Mbappé. Ronaldo. Po skuadra? Real Madrid. Arsenal. Në rregull. Po sa i përket stërvitjeve këtu në klubin Vllaznia, po ju pëlqen? Po. Dhe do bëheni një ditë si Mbappé dhe Cristiano Ronaldo? Pak shti. Sani Beçević. Jeton Lulanaj. Sa vjeç? 10. Po ti? 12. Cili është pozicioni jot në fushë? Djaftas. Mbrojtës apo mbrojtës? Kurse ti mbrojtës i majt. Mbrojtës e i majt, po. Në rregull. Pra kemi mbrojtës të djathtë dhe mbrojtës të majt. Lojtari juaj i preferuar djema kush është? Ronaldo. Jim City. Po skuadra juaj e preferuar? Real Madrid. Ndërsa jotja? Real Madrid. Si po ju pëlqen këtu në klubin futbollistik Vllaznia, është bukur? Po. Vini 3 herë në javë, kënaqeni, shoqëroheni? Po. Atëherë ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Adun? Lirësht.